Si Presidente e Republikës së Kosovës, I jap mbështetje të fuqishme këtij marshi, sepse qytetarët tanë nuk kërkojnë asgjë tjetër pos drejtësisë. Pas pak, në sheshin Skënderbeu, qytetarët tanë do të fillojnë marshin për drejtësi. Si Presidente e Republikës së Kosovës, I jap mbështetje të fuqishme këtij marshi, sepse qytetarët tanë nuk kërkojnë asgjë tjetër pos drejtësisë. Sepse qytetarët tanë e dinë mirë se mbrojtja e luftës sonë çlirimtare është mbrojtje e vetë shtetit të Kosovës. Sepse qytetarët tanë e dinë mirë se UÇK-ja është betimi I përgjakur I popullit tonë nga I cili nuk do të heqim dorë asnjëherë. Të nderuar të pranishëm, në këtë ditë të madhe shpreh mirënjohje të thellë dhe të përhershme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Shtetet e